të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe sot na bën derë që të flasim diçka në lidhje me porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këshillat e pejgamberit alayhis salam dhe në lidhje me paralajmërimet se çka mund të ndodhë në rast se shkelen parimet në jetën e kësaj bote. Ne kemi fillu me bisedu në lidhje me 3 çështje të cilat bën shkak me prish shoqërinë, familjen, njerëzimin në përgjithësi. Kem fillu me diskutu në lidhje me 3 çështje të cilat nëse marrin për masa bën shkak për me zbrit në dërshkimi Zotit madhrishëm këtë botë dhe në botën e përjetshme. Dhe thamë se prej shkaqeve që e prishin lumturinë këtë jetë, e hidhërojnë Zotin e madhrishëm dhe përshpejtojnë dënimin, është e para prishja apo shkputja e lidhjeve familjare, e dyta tradhtia dhe e treta gënjeshtra. Dhe në xhumën e kaluam biseduam diçka në lidhje me prishjen e familjes, prishjen e raporte familjare dhe se çfarë pasojë mund të ketë ndjenjë kësaj bote. Ndërsa sot me lejen Allahut azza wa jall do të ndalemi te kjo sëmundje e dytë, e cila është shkaktar për me shkatru edhe individin edhe familjen, por edhe shoqërinë në përgjithësi, aja quhet tradhti. Vëllezër të ndershëm, tradhtia është prej cilësive më të këqija që mund me posedu njeriu. Secili prej nesh edhe në gjuhën tonë të bukur amtare shqipe e kuptojmë çka është fjala tradhti. Sepse shpeshherë dëgjojmë për shembull tradhtari, tradhtia, tradhtoi ku e di çka. Dhe secili prej nesh e din se çfarë shprehje e keq është kjo. Çfarë cilësie e keq është kjo. Por ndoshta s'na ka shku mendja me pa se Zoti i Madhreshëm ka folur në Kur'an për këtë cilësi të keqe. E ka vlerësuar si një prej cilësive më të këqija që mund me posedu njeriu. Si një prej sjelljeve, prej virtyteve më negative që mund me posedu njeriu. Ai i cili e ka model të jetës tradhtin, ai ka me poshtërsu veten e vet këtë dunja dhe ka me dali poshtërsuar prej kësaj bote dhe i poshtërsuar del nesër para Zotit të Madhreshëm. Tradhtia është prej smundjeve shpirtërore më të këqija që mund me pas njeriu në jetën e kësaj bote. Është akti më i gabueshëm që mund me bën njeriu në jetën e kësaj bote. Është virtyti më i keq që mund me posedu dikush në jetën e kësaj bote. Keni lexuar në Kur'an të ndershëm vëllezër dhe shpesh herë gjejmë se Zoti i Madhreshëm fol për ata që i do. Por në Kur'an Zoti i Madhreshëm ka folë edhe për ata që nuk i do. Do me thonë, në këtë dunja jetojnë duke mos i dash Zoti i Madhreshëm, vdesin duke mos i dash Zoti i Madhreshëm dhe nesër përmballen në ahiret në çmun sepse ka hek dorë Zoti prej tyre. E një prej atyre që Zoti nuk e do, thot Allahu në Kur'an, inna Allaha la yuhibbul khainin. Allahu nuk i do tradhtarët. Allahu nuk i do ato që tradhtojnë. Dhe Allahu xhalla wa ala ka thonë në Kur'an, o ju të cilët keni besu, la takhunu Allaha wa rasulahu. Mos e tradhtoni Allahun dhe mos e tradhtoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse tradhtia më e madhe që mund me bën njërin këtë dunjë është me tradhtu Zotin e vet. Dhe tradhtia më e madhe që mund me bën njërin këtë dunjë është me tradhtu pejgamberin që i beson dhe pason rrugën e tij. Dhe me tradhtu emanetin e librit Allahu xhalla wala. E pastaj mas kësaj vjen kjo farsmundja, tradhtia vjen në rrafshin social. Dhe ne kemi temën te pasojat në aspektin shoqëror. Sepse ai i cili ka tradhtu Allahun xhalla wala dhe ka tradhtu pejgamberin, ai del për kësaj bote si jo besimtar. Del për kësaj bote me një mëkat shumë të madh. E ne jemi për atyre njerëzve që jemi shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që të mos bim në fushën ku tradhtohet Allahu
dhe trajtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse ndonjëherë tjetër do të flasim gjatë çfarë do të thonë me trajtu Allahun dhe pejgamberin. Do ta kemi temë veçantë këtë çështje, por sot unë po kaloj sa me kuptu se ku fillon tradhtia. Tradhtia fillon kur e tradhon Zotin e Madhrishëm. Ja tradhon besën që ja ke dhënë. I shkel parimet me cilat Allahu të ka prunë këtë dunja. Dhe pastaj e tradhon pejgamberin kur ti i nënshmon fjalët e tij, distancohesh me fjalët e tij, i përbuz fjalët e tij dhe veprat e tua dëshmojnë të kundërtën asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është tradhti. Domethënë me vepru diçka në kohë të ndryshme, të gabueshme me ata që ka ardhur pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me Allahu xhalla wala po na thot se Allahu subhanahu wa taala nuk i don tradhtar, nuk i do ato që kanë tradhtuar. Edhe tash kthehemi vëllezër në rrafshin social. Çka nën kupton tradhtia në rrafshin social? Sepse po thot pejgamberi alayhisalam 3 çështje, 3 sjellje e përshpejtojnë dënimin këtë dunja. Edhe e dyta që tham është të folë për tradhtin. Vëllezër të ndershëm, jetojnë me një kohë që njerëzit për mi arrit qëllimet e veta nuk e përdor rrugën e duhur, por shpesh herë e përdor gënjeshtër dhe tradhtin për mi arrit qëllimet e veta. Dhe kur t'i arrin qëllimet e veta, ky mendon se askush se ka pa, askush se ka ni, edhe askush s'ka me gjyku. Haron sa i cili e ka pa, a i cili e ka vëzhgu, është Allahu xhelle wala. Ky haron se ka hy me një zonë të rrezikshme. Ka hy në luftë me Zotin e Madhrishëm. Se shpesh herë njeri ban gjithçka në këtë dunjë në korrekt tjetrit. Edhe mendon se mund me fjeti qetë, edhe mendon se mund me gëzu atë vepër që ka bërë ose atë pasuri që ka arritur. Ka harru se ata që tradhtojnë për të arritur qëllimet e veta, i kanë shpall luftë Allahu xhelle wala. E kush i ka shpall luftë Zotit Madhrishëm, veç ja numëron ditë, sepse Allahu tha në Kur'an nuk shpëtojnë ata që kanë një luftë me Zotin Madhrishëm. Nuk mund me fitu betejën. E tradhtia vëllezër për cilësive më të këqija me të cilat mund mu përballë njëri jetës e botën. Për gjërave më të këqija dhe prej çështjeve që më së shumti kanë më të dhimbt pasojat në këtë botë, në botën e përjetshme. Sepse nuk arrihet qëllimi nuk mund me arrit njëri qëllime këtë dunja përmes tradhtisë. Nuk ka nevojë njeriu me tradhtu as Zotin e Madhrishëm, hiçehiç as pejgamberin, po as njerëz në jetën e kësaj bote, për t'i arritur qëllimet e tua. Sepse jeta është e gjanë, jeta është e madhe, ti mundesh mi arrit qëllimet edhe pa tradhtu, edhe pa rrejt, edhe pa gëny, edhe pa mashtru. Sepse ata që e ki rrezik për Zotin e Madhrishëm ki me marr, ata që se ki rrezik kursun e merr. Veç po shtërsohet jetës e bote. S'ka nevojë me ngarku veten me gjëra që s'takojnë ty. Sepse jeta është shumë e madhe. Mundesh mi arrit këtë qëllimet më të mira të jetës edhe me qenë burr i madh, me qenë i sinqert tek shumë radhë. Sepse në kohën tonë vëllezër ku diskutojmë dhe flasim me njerëz, secili thot, po as shpesh thot që njerëzit e mirë po heqin këtë dunjë. Thot zban pak pa mashtruar, pa tradhtu, sepse nuk po shkon. Jo vëllai dashur, gabim e ki. Ty duket kështu. Ty duket që s'u del pa tradhtu. Por s'është se çato të këqija që të vinë kanë ardhur si pasojë e tradhtisë. Allahu tu ka hakmar. Ndoshta ke menduar me arrit qëllimet, por ka ardhur hakmara në formë tjetër. Dhe ti e ke prish ambientin familjar, e ke prish besnikrinë, e ke prish shoqërinë shumë e radhë. Pra kjo është smundja e rëndë dhe smundja e keqe e cila e bjen nesër njeriu me një situatë keqe. Vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi alayhis salam, 3 cilësi dëshmojnë se njeriu është hipokrit. Njeriu është jo i mirë, jo i drejtë. E para ka thonë
kur të flet gënjen. Nëse hasni ose takoheni me njerëz të cilët flasin dhe gënjejnë, dije se në zemrat e tyre Zoti i Madhërisht ja ka vulos fatin e nderit këtë botën e përjetshme. Tha kur të flet gënjen. Dhe nga njerët vjen turp kur ulesh me bisedu me njerëz, qofshin ato tri, qofshin mesatarën, qofshin të moshur, të vjen turp, se si është e mundër çdo të tretën fjalë me gënjy njeri. Dhe ti i ban pyetje vete ta thu kush po është me gënjy këtë person. Çfarë halli ka që gënjen kë? Pse do të me gënjy besimtari? Për shka? Jetu bisedu gjona këtë thjeshta. Pse dush me maru diçka ti për meron qendit vëmendjes? Tha Rasulullahi 3 sene dëshmojnë se njeri s'ka vlerë. E para tha i cili kur të fletë rënë. Kur të fillon me rajt mos ki vlerë, vllajdoshur. Mos mendon me pas autoritet e me pas respekt nëse fillon me rajt. Sa Allahu ka më ta marë për mrena autoritetin. Edhe zhgënjen para njerëzve. Tha Rasulullahi kur flet gënjen, kjo cilësi e njerëzve të këqij. E dyta tha, prej cilësive të njerëzve të këqij, thot është kur premton e thën premtimin. Premton shumë e nuk zbaton kur gjë. Pse ki nevojë me premtu diçka që s'u ne ban? Pse? Por çka ki nevojë me thon me hi hipotekë te Zoti i Madhërisht për diçka që ti s'u arrin qëllimin? Pse duhet me premtu diçka që s'u ne zbaton? Për çka? Pse do të më dhon dikuj besë për diçka që s'u ne man ti? Tha idha wa'ada akhlaf. Tha kur të premton gjithmonë nuk e zbaton. Gënjen. Dhe për cilësive njerëzve të këqij, tha pejgamberi sa kur ti besohet diçka, ai e trajton emanetin. A kjo është e rrezikshme vëllezër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, njerëzit kur dalin prej tokës së vorrezave në atë kohë, tradhtari ka me ardhme me tradhtin e vet në krah. Kanë me pa këtë njerëz. Dhe Allahu thotë ky e ka tradhuar emanetin e Allahut pejgamberit e njerëzve. Nëse dikush të jep një emanet, nëse s'u ne ma thuj mos më jep. Nëse ke premtu, maje. Edhe nëse është pyetje jeta jote. Sepse nuk ka cilësi më të keqe dhe nuk kanë dëshkim më të madh se sa me dalë pjesë e bote të e tratu ti kanë. Tu e shkel emanetin dikuj. Është transmetu, sepse në Kur'an Allahu xhalla wala emaneti ka thonë besimit në Zotin një. Është transmetu vëllezër se kjo fe me këto sene i ka ardhur Ademit alayhis salam në formë të një guri. Dhe transmetohet se Allahu azza wa jall ka thonë Kur'an, ajeti është Kur'an në surën Ahzab, thotë Allahu më pasdon këtë emanet tokës dhe qejve ishin shkatru, ka çështjeron emaneti. Thotë ne adham njeriu te njeriu e mur, sepse njeriu nga njeri i padijshëm. Transmetohet se Allahu azza wa jall i pas ka thonë Ademit o Adem, a ja pranon emanetin tem? Ne vetëm po Zot. Edhe Allahu ja bën emanetin në formë çmon di guri. E thotë çoe. Ademi s'u ne çon. Transmetohet në transmetime ndryshme, thotë i kanë nimu me lajkat. Ai e ka çuni artin kam dikur në gjys, dikur ka thonë unë e qes edhe në shpinë. Kur e ka qinë në shpinë, Allahu ka thonë e tasht tregoj atyre që vinë pas teje se nëse lunë me këtë emanet, ma nuk mundesh me ardhë, mu këthy ka ke ardhë. Ke dalë prej xhennetit, po sonin më në xhennet. Ai i cili tradhton emanetin nuk shkel kam atin në xhennet. Ka thonë Rasulullahi, tradhtari nuk hyn në xhennet. Nuk shkel kam ati i cili ka tradhtu në xhennet. E sot po jetojmë vëllezër me një kohë që çuditësh. Kaç me kallajlik, kaç let e ban kabull njeri me tradhu njeri, me rajt njeri. Për ku gjo hiq. Po dhe më t'i dhonë qelësat e dunjas në dorë, t'ja me ndonë që kime po hajrën asaj pune që tradhona, t'ja me ndonë që kime gëzuat pasuri që e merë me tradhije me rana,
Tja mendon që kemi gëzuat pushtet që e merë me gënjeshtra. Që mendon ti? Mendon se mund është me ikë si unë të Zotit, mund është me dalë prej gjykimit Allahut. Ku kemi shku? Por të se më të po Allahu xhelle wala. Pra këto janë vepra që shkatrojnë familjen, por e shkatrojnë edhe shoqërinë. Vëllezër të ndershëm, rinie nderune, mos prano me siguru kafshatën e bukës të e tradhu emanetin e tjetrit. Kur mos prano. Dhe nëse sprovohesh këtë dunja me njerëz të tillë, bindjen Zotin e Madhreshëm dhe njëja ditë se nuk fiton këtë dunja tradhari. Nuk fiton. S'ka mundsi. Sepse dikush tjetër ka frejtë se botën dorë. Allahu xhelle wala. Ku e ditë të mshefte? Ku e ditë mshefte? Ku e di shandul nesër ti? Dhe ngjarjet janë shumë mëdha vëllezër dhe po e përfundoj sepse pas ka ardhe koha, ka vënë për shtypin e ngjarje shumë e rëndë. Me njënën për djetarët të mëdhaj që ka qenë gjykatës, me njënën për gjykatave të Egjiptit. Aje përmen min liber. Thot kanë ardhë dy njerëz me gjyku. Edhe njëni që e ka tratu emanetin, ka prun dëshmitar të rejshëm. Po na nuk kemi pejgamber me ditë se di Kur'an. Na do me gjyku shatnimi. Edhe thanë gjykat, ky i drejti tha o gjykatës. Ky ka prun dëshmitar të rejshëm. Unë s'kam dëshmitar përveç Allahut. Thot veç Allahu ka thonë Kur'an nuk shpëton gënjeshtari. Dhe ky si gjykat djetari ma thot po, edhe unë e besoj se nuk ka me shpëtu gënjeshtari. Po këtu janë do fakte që unë e detyrona mi pa në letër. Thot veç po të kallëzoj kështu thot. E ka përmen libër. Abdul Hamid Mahmudi ka pasur një dietar i madh. Thot po të kallëzoj diçka, thot jam me ty. Nëse ato na tradhtu këta, i kanë rreç faktet, thot unë i besoj Zotit. S'ka me shku java, ato kanë me pagu kosto. U kam pyetje për parë diçka. Dhe s'shkon java vëllezër e muji, pastaj gënjeshtari tregon pasojë çka. Thot çat pasuri që e kam marr me gënjeshtër me tradhi. Kur kam shku në shtëpi, thot më ka smu fëmia i pari. Edhe shkon java i vdes. Me të njëjtën smuje i dyti, deri ka vdek i fundit. Kjo është dënimi atyre që provojnë me nërresh jetën e vetë në korez diku tjetër. Mos provo kur mos provo më shpine me tradhu dikan. Sepse ai cili shedhe ninë Allahu xhelle wala. Nëse ai në akşam vjen se të do Allah, ama hakin që ma kanë marrë tjetë. Këtë faktet përmbysën sepse Allahu gjykon. Dhe sun kalon për gjykimit Allahu xhelle wala. Dhe tu pe përfundoj për shakuos me vazhdu në gjumon arshme, Zotë në rujt prej këtyre smundjeve që shkatrojnë shoqërinë, familjen dhe njerëzimin e përgjithësi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. El-Fatiha.